Bukuritë natyrore të bjeshkëve të Kukësit të manisin me bukuritë e tyre në çdo stin. Kryeministri Edi Rama, në kuadër të rubrikës Beautiful Albania, ndau një video me pamje nga bjeshkët të Kukësit, të cilët prej vitesh janë kthyer në destinacion të apasionuarve pas natyrës dhe ngjitjeve në mal. Në videon e publikuar nga Rama, shfaqen një tufë kuajsh, të cilët vrapojnë në majat e larta të këtyre bjeshkëve. Peizazhi i Manitës, që krijojnë dimensione e hapësira të pamata në një fushë me ngjyra, janë magjia tërheqëse e turistëve për t'u dashuruar me këto plaja malore të mrekullueshme. Kukësi me bukuritë natyrore që e rrethojnë dhe monumentet e kulturës është kthyer në një destinacion turistik si në dimër ashtu edhe në verë. Shtegu i ngjyrave, gjallica dhe bjeshkët e tjera të Kukësit si Vojvoda, Kroi i Bardh, Kallabaku, Guri i Mëngjesit dhe Piklima janë ndër vendet më të frekuentuara. Të shumt janë turistë vendas e të huaj të apasionuar pas ngjitjeve në mal që shijojnë bukuritë e bjeshkëve.